Ngricat në ditët e para të vitit të ri dhe tani përmbytjet e ditëve të fundit kanë shkatëruar një pjesë të madhe të prodhimit dhe fidanëve të sapo mbjell në tokat bujqësore dhe serat në lushnjë. Një pjesë e serave ishin në kulmin e prodhimit të sezonit të dytë dhe disa të tjera sapo kishin mbjell fidanët për sezonin e hershëm të pranverës 2026. Por emergjenca civile raportuan dje se përveç lushnjës, mijëra hektar tokë në Fier, Lezhë, Shkodër, Berat dhe Durrës janë përmbytur dhe kanë krijuar një dëm të madh në bujqësi. Dëmtimi i prodhimit do të sjellë kufizim të furnizimit në tregje. Përvoja ka treguar se në këto raste çmimet rriten. Përmbytjet në bujqësi nga humbje individuale kthehen në çekulibrues të ekonomisë kombëtare me rënje të prodhimit dhe rritje të inflacionit. Dëmet e krijuara do të mbarten për një kohë të gjatë, pasi në shumë sera bashkë me prodhimin janë dëmtuar skeletet dhe plasmasët. Gjithashtu, hyrja e llumit në sera do të vështirësojë rifillimin e punës dhe mbjelljeve gjatë periudhës në vijim. Fermerët shqiptar nuk kanë kapacitete për të përballuar fatkeqësitë natyrore, të cilat janë shtuar vitet e fundit, ndërsa qeveria shqiptare ofron mbështetje shumë të ulët në raport me rajonin dhe Bashkimin Evropian. Gjithashtu fermat tona nuk e aplikojnë skemat e sigurimit privat dhe nuk funksionon as mekanizmi i kompensimit nga fatkeqësitë natyrore. Emergjencat civile pohuan se rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë në ujë në Lezhë. Në Berat rreth 95 hektar tokë bujqësore ishte në ujë dhe rreth 200 hektar tokë bujqësore e përmbytur ishte në Fier.